Rigja, zoti Luli, ju nuk jeni këtu për me vu vetën e me na myll gojen. As nuk jeni këtu me na imponu me ndhimin tuaj, sa është disa ta herë që e bani këtë gjë. Dakor? Të lutem, o ta dëgjojmë njëri tjetër në mënyrë të barabartë, edhe me respekt, sepse ju jeni tjetër profesor, unë jam juriste dhe nëse është për këtë, nëse është këtë gjë, ju duhet të dëgjoni më me vëmendje se di dy gjëra më shumë se ju. Kur është për mësuesi, unë mylli gojen e ju ndëgjoj ju me shumë vëmendje. Dakor? Dhe ky është mos respekt që ju tregoni për dytën herë për mu. Aq ma tepër që jam pjesë, aq ma tepër që unë jam pjesë e të njëjtit grup me ju, dakord? Po, dha shumë e shëmtu me kjo që bani. Tani nuk mundesh të më imponu mu mendimin juridik. Kush po të imponon mendimin juridik? Ju pa impononi mendimin, ju pa impononi. Je gabim. Nuk e ke respektu rregulloren, dashje disa ta herë që kam hesh, sa herë që ti nuk e respekton rregulloren. Tani mjaft me këtë punë. Nëse nuk je ngjallje me njoft rregulloren, nëse si ngjallje me Allah respektin të tonë, hiç dorë. Rregulloren unë jam shumë mirë. Në momentin që nuk ju pëlqen ju, jeni kështu. Mirë. Të lutem, mundem pak lutëm kryetar. Na vjen mendim juridik, por s'ke njohuri juridike.